Britania e Madhe dhe Franca kanë thirrur sot në një takim të ministrave të mbrojtjes nga rreth 30 vende për të vazhduar me planet për dislokimin e trupave në Ukrainë për të kontrolluar çdo marrëveshje të ardhshme paqeje me Rusinë. Takimi në selin e NATO-s, i pari midis ministrave të mbrojtjes që përfaqësojnë të ashtu quajtur koalicionit të gatshmëve, vjen pas vizitës së oficerit të lartë ushtarak britanik dhe francez javën e kaluar në Kiev. Mes kësaj pasigurie dhe paralajmërimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se Europa duhet kujdeset për sigurinë e saj dhe të Ukrainës në të ardhmen, forca shihet si testi i parë i gatishmërisë së kontinentit për të mbrojtur veten dhe interesat e tij. Përbërja e tij do të varet nga natyra e çdo marrëveshjeje paqeje, por kontingjenti nuk ka gjasa të vendoset në kufirin e Ukrainës me Rusinë. Ai do të vendoset më larg nga linja e armpushimit, ndoshta edhe jashtë Ukrainës, dhe do të vendoset për të kundërshtuar çdo sulm rus. Ndërtimi i një force mjaft të madhe për të vepruar si një pengesë e besueshme, po tregon një përpjekje të konsiderueshme të vendeve që të kurën ushtrit e tyre pas luftës së ftohtë dhe tani po riarmatosen. Zyrtarët e Britanisë së Madhe kanë folur për ndoshta 10.000 deri në 30.000 trupa. Vendet gjithashtu kanë hezituar të kontribuojnë me personel pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e qeverisë ukrainase dhe analistët ushtarak thanë se forcat ruse po përgatiten për një ofensivë të re ushtarake në Ukrainë në javët e ardhshme për të maksimizuar presionin ndaj Kievit dhe për të forcuar pozitën negociatore të Kremlinit në bisedimet e armpushimit. Përfaqësues nga rreth 50 vende do të mblidhen nesër në NATO për të siguruar mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Ky takim do të kryesohet nga Britania e Madhe dhe Gjermania.